Një minutë sa një botë. Algoritmet kundër demokracisë. Në shekullin e shpejtësisë, kodi po shtyhet të bëhet kushtetuta e padukshme. Demokracia jeton me fytyra, përgjegjësi dhe gjykim njerëzor. Liria merr frymë kur qytetari merr vendim, jo kur një kuti e zezë lëshon verdikt. 3 rreziqe rriten. Algokracia që zvendëson sovranin me statistik, trollitantizmi që mbyt të vërtetën me zhurmë të fabrikuar me të gjithë të ushtrinë virtuale të vrerit që shan, mallkon dhe copton çdo që mendon ndryshe apo kundër apo që nuk është në rreshtin e partisë, dhe pseudo-demokracitë online që imitojnë zgjedhjet pa institucione, pa garanci, pa pakicat mbrojtura. Këto prodhojnë cinizëm, vetë censur dhe një shtet që duket modern, por që boshatis, zbraz dhe zhbën lirin. Zgjidhja kërkon parime, ligje për përgjegjësinë algoritmike, auditime të pavarura, të drejtën e shpjegimit për çdo vendim automatik, mbrojtje të fortë të dhënave tona, hapje kodi kur preken të drejtat themelore, arsim mediatik, pra edukim nëpërmjet medias, dhe një kulturë debati që zgjedh argumentin, jo sharjen, jo sherrin, jo linçimin. Aleanca me Perëndimin ka kuptim kur shoqërohet me kufi për pushtetin dhe dinjitet për qytetarin. E tillë është edhe aspirata e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Teknologjia, sipas standardeve europiane dhe perëndimore, bëhet shërbëtore e lirisë kur e drejta e njeriut komandon çdo kod, çdo algoritëm. Përndryshe, ekranet shkëlqejnë, tastierat rrahin, por Republika zbehet, tretet, shuhet. Ne zgjedhim lirinë. Ne i vëm kufi kodit dhe algoritmit që kërkon të vendos për ne, pa mbajtur asnjë përgjegjësi e duke shkelur çdo të drejtë e liri tonën. Ne jemi me njeriun, për njeriun, ne ruajmë, ne mbrojmë njeriun.